Te pjesa e shpenzimeve janë shumë faktorë që ndikojnë atë. Janë edhe të ardhurat, mënyra jetesës, stili jetesës, do me thënë, Ema mund të ketë një stil jetese ndryshë, ndoshta prej neve tjerëve këtu që jemi në panel, edhe për Emën mundet me qenë normale, do me thënë, unë nuk e paragjikoj as Emën, as një person këtu, varësisht prej stilit jetesës që e ka. Unë ndoshta e kam një stil jetesë të tjetër. Nuk kam për një vetë Ema, na për mujtë e patëm. Muj, thatë, u tregu shumë e sinqert. Ema, bravo që është e sinqert, të paktën për e thëtë realitetin, se si shpenzon. Për balon të do të kjo. 5.000 euro. Me fusin edhe ty në krejt në debat. Ti boroj në rruga, se ju përna i sa. Se s'kish pas problem. Besart 5.000. Qka? Qysh qka? Sa shkojnë ty shpenzime? Po varet për qka? Total. Qëre, jo problemi, po se cili investon aty ku e shef vetën ma mirë, ku njët ma mirë. Ta është dikush që është, do më dhonë dikush është manjak në teknologji, dikush është në veturë, dikush është e ndëruara është në pamje, do më dhonë i kushton kohë. Mashallah, po. Tash, se cili ku njët mirë edhe ku dënë, thjesht, une për shamu kom që me investu në karierë. Tash e pjesa e dukjes pamjes pak na të thashe njerë po këthinat e meshkujt zbën shumë e na marë qatë shumë kohën sa me te i kalu ose me hi në trangun e femnëve që mu duk princesh apo mbretresh. Me një mas, po dhe mosha është mirë mu duk, qëfar moshe kena, ato rruda është mirë nërë mu duk që kena dishka eksperienca, kena një të kalu me mire të keqe, kështu që 5.000 euro në mujtë është... S'ka shanca. Ta është në varë s'ka Po pëse vëtu s'ka shanca, Fatmir? Unë s'kam del një mision me ardhë me gënjër. Nëse është në lidhje me Cristiano Ronaldo. Ja, Cristiano Ronaldo në 50.000. Ka Cristiano Ronaldo edhe nga Kosova, kështë që mos e vitë mondja. Kena disa futbolista që pagu e shtrejnë. Munden edhe vajzat vetë, nëse punon edhe mundesh me fitu dhe i argjan ato. Sa s'pe paragjikojmë ne atë. Kështu që nuk është veç një burë mrapa me të nejtë edhe për me nështë mi pas këto argjimet që i bën ti. Unë mendoj që edhe ka gra shumë forta që punojnë shumë edhe fitojnë vetë edhe e bën qefin vetës. Është pyetje logjike e nderuar. Përderisa ka bërë një intervenim, nuk do të thotë që do të me bëjë çdo muaj atë intervenim. Po, edhe unë po them ajo është e tepër. Është bërë një intervenim, qoftë ka kushtu 5.000 euro, edhe intervenim, por ai ndoshta për 1 vjet apo 2 vjet e ka kry. Prandaj s'ka logjik. Jo, s'rë një vjet, botoksi as një sen nuk rënë. Mendoj se rri 6 muaj, por që njerë 3 muaj. Një vjet s'rë, na? Jo, 6 muaj maksimumi. 2 herë në vetë mundesh ma apliku, po mundesh edhe një herë në Shpenzime vetë. Ema, s'pas ka faj. Sa të bëjmë? Sa shkojnë çmime doktoresh për shembull apo varet prej Varet prej zona, varet prej mililitra, sa aplikon, për shembull për fillerin sa mililitra i aplikon, po ndoshta nuk janë edhe çmime shumë shtrejta. Cila zona më shtrejt kështu me apliku për shembull? Ndoshta gjolajn, për shkak se shkon. Kjo po e të shumë mirë. Për shkak se shkon ma shumë material dhe normal që paguhet ma shtrejt. Po unë mendoj që ndoshta dhe fillere botoksi nuk i ka çmimet shumë shtrejta, sa i kanë të ndoshta të një make-up artiste që do me thënë e bën një pagesë që e shfrytëzon vetëm për një natë, edhe të nesër më kime pastru ftyrën. Kështu që